kudo ku ka pasur edhe institucione të rëndësishme, siç ka qenë teatri kombëtar, aty do ketë një kull, apo tashmë pallati i kongreseve aty do ketë një kull, ishte stadiumi që aty është një tjetër kull, por jo vetëm kaq, në çdo cep të Tiranës ti shikon që ka pallate të larta të cilat po ndërtohen. Dhe në parim, në qoftë se vizioni i një qeverie është që unë do ta bëj Shqipërinë plot me kulla, sepse duat jetë një Manhattan që ndriçon vetëm nga kullat, dhe del përpara zgjedhësve thotë ky është vizioni im, më votoni për këtë vizion, besoj se është shumë fair në raport me qytetarët dhe me zgjedhësit. Por unë nuk e di nëse ne kemi këtë lloj vizioni, pra për të bërë një Shqipëri plot me kulla sepse kështu duam ta kemi, se ky është modeli ekonomik që ne synojmë, apo thjesht është kemi një hapësirë, hajde se japim një leje, bëjmë një nder dhe vazhdojmë me një tjetër. Pra ka një strategji, apo është... Kam përshtypjen se është kjo, sepse po të shikosh dhe strategjinë që është fuqisë SKZ-in, strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim, aty thuhet që turizmi do të jetë një nga kolonat kryesore të ekonomisë, po nuk thot mënyrën se si do ta arrish këtë gjë, dhe pikërisht këto thonë za planet operacionale apo këto lëvizjet operacionale i lejen dorë qeverisjes së momentit. Dhe në këtë kuptim nuk ka një vizion për ta bërë Shqipërinë me kulla, po ka një vizion për ta bërë Shqipërinë e turizmit. Dhe mënyra se si është gjetur është pikërisht kjo me kulla. Dhe pastaj është plotësisht e drejtë pyetja që ju bëni që pse nuk thuhet që në fillim që vizioni është këtu dhe mënyra se si do ta arrihet është në këtë formë. Kjo në strategjinë aktuale që ne kemi mungon detajet e këtilla. Dhe ndoshta është lënë qëllimisht, ndoshta është lënë për të pasur hapësirë, për të pasur manovër qeveria. Këtë nuk mund ta themi. Por aktualisht nuk është. Sepse në momentin që ti vendos të lloj strategjie, kam përshtypjen se duhet kesh dhe një plan mbështetës. Pra për këtë kull, sa kopshte më duhen, sa çerdhe më duhen, sa sipërfaqe e gjelbër më duhet, sa hapësirë parkimi më duhet, sa kapacitete në spitale më duhet. Shkojmë ne për te kësaj, apo thjesht japim lejen dhe se qa ndodh pas pak rëndësi ka? është e habitshme, por është e vërtet që në letër janë të gjitha. Janë në letër si qita. Përveç strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim, ne kemi edhe strategji të zhvillimit urban, të cilet është strategjia kombëtare, plani kombëtar rregullues, kemi edhe planet sektorale rregullues për çdo sektor, turizmin, energjinë e kështu me radhë, dhe kemi edhe planet vendore, për 2 vjet e famshme që janë ato pastaj që merren dhe lejet për ndërtim. Ne këto i kemi. Madje që në vitin 2012 me qeverinë Berisha është bërë një master plan i madh rregullues për gjithë zonën qendrore të Shqipërisë, Durrana quhet pikërisht lidha, për të pasur vizionin se si Tirana do shtrihet drejt Durrësit për të bërë një zonë urbane e madhe në zhvillim. 2012 kjo. Dhe që nga ajo kohë është vazhduar dhe janë bërë disa plane të tjera, master plane të mëdha të tjera. Ne këto i kemi dhe këtu llogaritet edhe sa shërbime publike do ketë për banor dhe për njësi banimi. Jo thjesht për kull, pra për ndërtim, po për banor, për sa banor dhe sa familje do ketë. Pra studimi ekziston? Absolutisht që planet ekzistojnë dhe pastaj bëhet studimi. Nëse ndërtojnë x kulla dhe kanë kaq banor, ka nevojë për kopshtin, çerdhen, shkollën fillore, qendrën e ambulancës. Sa ata taksën e paguajnë që në fillim? Nuk është se paguajnë dhe themi që ndërtuesi shpëton nga taksa dhe prandaj ne nuk kemi të ardhur ndoshta apo pra kur ekziston. Po mirë, në momentin që nuk zbatohet. Pra ky plani ekziston dhe nuk zbatohet. Se kjo më kujtoi tani që edhe kur kam blerë shtëpinë e prindërve dikur, aty nga mbrapa ishte gjithë ajo sipërfaqe e gjelbër edhe tani janë vetëm 4 pallate të tjera. Në momentin që nuk zbatohet, çfarë ndodh? Kush mban përgjegjësi që nuk zbatohet? Pra ndryshon plani dhe aty del një pallat tjetër pak më vonë. Shiko Pranvera, nëse do shikojmë aspektin formal dhe ligjor, qoftë ligjeve, qoftë strategjive të zhvillimit në aspektin ekonomik, ne kemi çdo gjë në rregull. A thua se jeton në Finland apo në Norvegji, do thoja. Ndërkohë, ke pjesa e zbatimit, pastaj ne gjithmonë gjejmë atë detajin e vogël për të shpëtuar, për të ndërtuar 1 metër katror më shumë. Normalisht ato që duhet të mbajnë përgjegjësinë autoritetet që kanë dhënë lejen. Se ato janë që kanë, po të njëjtat autoritetet që kanë miratuar dhe planet, kështu që po në të njëjtin cikël dhe careful ngelemi, nuk mund t'i heqin përgjegjësinë askujt. Ato që kanë dhënë lejen, ato normalisht marrin përgjegjësi edhe për zbatimin e si duhet të lejes, monitorimin e saj. Pavarësisht se institucionet e ndryshme mund thonë që topin e hedhën njëri tjetrit, kjo nuk është e imja, kjo është ati institucioni, unë direkt këtu shkoj, formalisht jam në rregull. Dhe ky është problemi kryesor që ne kemi me burokracinë dhe administratën në Shqipëri, që institucionet tentojnë t'ja hedhin topin njëri tjetrit, ndërkohë që unë si qytetar, teorikisht si sovrani në këtë vend, se sovraniteti është i popullit, është i qytetarëve,
dua që të marrë shërbimin publik sa më të mirë të mundshëm dhe nuk më intereson se si ato koordinohen me njëri tjetrin dhe si e kanë performancën dhe lidhen me njëri tjetrin. Mua më intereson që të marrë shërbimin publik në cilësinë më të mirë të mundshme. Ndërkohë që ne shohim që fatkeqësisht kemi akoma mentalitetin etatist që është shteti dhe jo individi përparësi. Ndërkohë që ne duhet të shkojmë tek modeli tjetër që është në fakt në modeli ekonomisë tregut, që është individi dhe grupi, shoqëria, pa shteti që duhet të jetë në funksion të individit dhe të grupit. Kur të ndryshoj ky model, atëherë besoj do model mendor, besoj do ndryshoj edhe pjesa e zbatimit të zhvillimit. Duket se deri përpara pandemisë kishte një kurb zhvillimi normale. Pandemia stopoi dhe njerëzit filluan të ridimensiononin edhe mendimet e tyre dhe mënyrën se si funksionon. Ju, si një njerëz që mbështeteni mbi shifra, jo vetëm mbi ëndra, keni ndonjë frikë se ndoshta gjithë ky boom ndërtimesh në Shqipëri mund të sjellë nesër një stok të madh biznesesh, apartamentesh, të cilat janë bosh? Që nuk përdoren? E kemi ne këtë tani situatën? Elementet e parë në thonjza të fluskës në tregun e pasurive të patundshme ne i kemi. Fakti që çmimi në pasuritë e patundshme është shkëputur nga parametrat makro, pra nga ajo që duhet të jetë në realitet që justifikojnë kërkesa, oferta, fuqia blerëse në vend, në krahasim me çmimet që janë, kjo tashmë ka disa vite që është shkëputur dhe është bërë pjesë e një spekulimi financiar. Leoni t'jap vetëm 2 fakte për këtë. E para që një vit më përpara, në korrik të vitit që shkoi, fiks një vit, Banka e Shqipërisë vendoste kufizime për kreditimin pikërisht për blerje pronash ndaj individëve apo dhe bizneseve, duke dhënë një tavan për herë të parë në historinë e Shqipërisë. Deri në 35 apo 40% të ardhurave që ti ke, mund ta marrësh kredin dhe jo më shumë se aq. Është hera parë që bëhet kjo në Shqipëri. Dhe e dyta, kur u bë verifikimi i stokut për apartamente, dhe kjo verifikohet kollaj sepse shikohet sa kanë lidhur kontratët me ujësjellësin apo me OSHE për energji elektrike, dhe ndërkohë nuk harxojnë asgjë për apartamente që janë zero kosto. Janë mbi 50.000 të tilla. 50.000 janë sot në Tiranë? Vetëm në Tiranë? Jo vetëm në Tiranë, në Tiranë, Durrës dhe në këtë shumica dërmuese janë Tiranë, Durrës, pa në zonën qendrore dhe në Bregdet. Okej. Këtu është shumica të gjitha. Janë 50.000. 53% eksakt. 53.000. 53.000. Pra që tani jemi në kushtet e një flusë, ndërkohë që po vazhdon ndërtohet. Po pra. Ndërkohë që po vazhdon ndërtohet. Dhe pikërisht po çfarë mund të sjellë kjo nesër? Do të thonë, si e mendon politika shqiptare për ta zgjidhur këtë në vijim kur vetëm ritmet e ndërtimit janë shumë të larta? Shiko, kemi modele sa duash që ta tregojmë se çfarë do ndodhi edhe në Shqipërinë. Përveç rastit krizës në Amerikë që mund të themi që ishte vend i madh 2008-2009 që solli krizën botërore. Kemi rastin e Islandës, që është madje edhe vend më i vogël se ne, por është ngjashëm në këto karakteristika. Kemi rast në Kroacisë, si gjithashtu pati para disa dekadash një flusk të tillë momentin që u fut në Bashkimin Evropian 2013. Pra e dim se çfarë mund ndodhi. Mund ndodhi ajo që si pasojë e thojza plasjes së kësaj fluske, mund t'japi efekte në sektor të tjerë të ekonomisë, në turizmin, në radh parë. E vetmja gjë që mund ta shpëtoj këtë gjë është nëse ti merr kërkesë nga jashtë. Pra, fton gjithmonë më shumë të huaj apo turistë të tjerë, të cilët ti shfrytëzojnë dhe ti blejnë këto prona. Nëse ty të ndodh diçka me turizmin, largo zot një pandemi, shiko, ka vetëm 6 vite që ka qenë pandemi. Shumë e freskët. Nuk është shumë larg, edhe pse ne kemi harruar, e cila ta ndalon komplet pjesën e kërkesës të turizmit,